Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu ssalati wa atammu taslima ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fillojmë me Allahut mëshirës më shpëlodit, paqen dhe mëshira Allahut qofshin pejgamberit tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Lutemi Allahut mëndueshëm që këto mezhlis ta bëjë për mezhliseve engjëllore, me të cilat Allahu mëndueshëm, me të cilin Allahu mëndueshëm zbret mëshirën e tij, e mbulon me fjalë e pushton me krahët e me lajkeve të tij, dhe i kujton Allahu mëndueshëm tek ata krijesat e larta dhe të pastra që ka tek afër vetes tij. Siç lutemi Allahut mëndueshëm që hapat tonë që kemi bërë deri këtu dhe këtë kohë që kemi vënë në dispozicion për të marrë pjesë në këtë mësim, ti ke shkruajtur Allahu mëndueshëm dhe ti bëj shumë të rënda me peshorën e punëve tona të mira ditën e Kiametit. Vazhdojmë me surën An'am. Siç u thashë edhe herën e kaluar, mendova se ky do të jetë me fjalë, ky do të jetë mësimi i fundit, por realisht mësimet e surës An'am janë kaq të shumta dhe me kaq vlerë sa që realisht në momente të caktuara ose në herë të caktuara kemi shumë vështirë që të qëndrojmë atij formati që është përcaktuar me fjalë në fillim këtij zinxhiri temash. Megjithatë mendoj se herën e ardhshme do t'i afrohemi si më thënë mbylljes. Me sa kujtohet kemi marrë 6 mësime. Ky është i 6-mi i surës An'am. Herën e ardhshme bën 7 mësime dhe me sa duket surja An'am është kaq e ngjeshur dhe e ngarkuar me mësime dhe me përfitime. Vazhdojmë. Allahu mëndueshëm siç e përmendëm pak edhe herën e kaluar, përqendrohet shumë në lidhje, si më thënë, në surën An'am, përqendrohet shumë në lidhje me argumentat material në gjithësi dhe në mjedisin që na rrethon, në lidhje me madhështinë e Allahut mëndueshëm. Mirë, ajo që duhet pas parasysh, tek argumentat që jep Allahu mëndueshëm në gjithësi dhe në atmosferën dhe në mjedisin ku na rrethon, është se nëpërmjet çdo argumenti del në pa, apo çdo argument nxjerr pa nga një cilësi dhe atribut madhështisë Zotit, Allahut mëndueshëm. Siç na ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahu mëndueshëm i ka emra dhe cilësitë e tij pafund, atributet e tij i ka pafund. Do të thotë mundësitë e tij me fjalë i ka pafund. Janë disa emra më të veçantë se sa disa emra të tjerë. Siç thot pejgamberi Muhammed alayhis salam, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-janna. Allahu mëndueshëm ka 99 emra, të cilat kanë si cilësi që po i mësova ata futesh në xhenet. Me fjalë, këto 99 emra e kanë të cilësi që po i mësove futesh në xhenet. Dhe me të mësuarit nuk ka parasysh vetëm mësuarit përmendje. Se është shumë kollaj që të mësosh përmendje. Por ka parasysh 2-3 gjëra shumë thelbësore. Të mësuarit e tyre përmendje, të kuptuarit saktë dhe të punuarit me ta. Po ç'u kuptojmë me fjalë me të punuarit me emra dhe cilësitë e Allahut mëndueshëm. Kur ti dëgjon se Allahu mëndueshëm është i dijshëm, kjo do të thotë që të punosh me dije. Kur dëgjon që Allahu mëndueshëm është i mëshirshëm, do të thotë që të sillesh me mëshirë. Kur dëgjon që Allahu mëndueshëm është falës dhe tolerant, të sillesh me falje dhe me tolerancë. Kur të dëgjosh dhe të mësosh që Allahu mëndueshëm është bujar, të sillesh me bujari etj me radhë. Kjo do të thotë punosh me emra dhe cilësitë e Allahut mëndueshëm. Do të thonë rrjedhimisht besimtari pajiset me moralet hyjnore. Dhe çdo emër, siç thon dietar, çdo emër dhe cilësi e Allahut mëndueshëm e ka nga një reflektim në krijesat e tij. Madje nëse themi se të gjitha krijesat janë fryt i emrave dhe cilësive të Allahut mëndueshëm, reflektimi i emrave dhe cilësive të Allahut mëndueshëm nuk gabojmë. Për shembull, ne jemi krijesa më e përsosur. Tek ne, tek krijesa jonë, ne gjejmë çfarë? Dijen e Zotit, fuqinë e tij, forcën e tij, urtësinë e tij, mençurinë e tij, bujarinë e tij, përpikmërinë e tij, durimin e tij, urtësinë e tij, nga del kjo. Sepse po të meditojmë, siç thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja, ai i cili njeh veten e tij ka njohur Zotin e tij, po të meditojmë tek vetja jonë, do dalim shumë kollaj konkluzionin se problemi ku është ke meditimi, nuk është konkluzioni. Njeriu në momentin që fillon të shfrytëzoj mekanizmat e dijes, me njëherë përfiton dijen. Problemi është se mekanizmat e dijes, rrugët e dijes janë, njeriu nuk i shfrytëzon. Në momentin që e shfrytëzon me njëherë arrin konkluzion, pra konkluzioni nuk është i vështirë, pra ne do të Allahu mëndueshëm, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir. Ne do të Allahu mëndueshëm kemi lehtësuar Kur'anin për ta mësuar. Por ku është problemi?
a ka për atyre të cilëve janë gatshëm me mësu? Pra Kurani është i lehtë me mësu. Problemi ku është? Ku është vështirësia? Tek gatishmëria për ta mësuar. Kjo është edhe kjo puna ke meditimi. Ne mund ta njohim Zotin shumë kollaj, por ku është problemi? Problemi është tek mungesa e gatishmërisë për ta njohur Zotin. Vetëm për të përqendruar njeriu, po përqendrohet njeriu vetëm tek vetja e tij e njeh Zotin më një herë, sepse e kupton natyrshëm. Por derisa lidh sa kputucës e ka një krijues, një prodhues. Kputuca e ka një prodhues. Ky podiumi i vogël këtu e ka një prodhues, kjo letra e ka një prodhues, ajo kamera aty më ka një prodhues, ky tapeti ka një prodhues. Do me thonë, sa më e sofistikuar të jetë një krijesë, aq më tepër dalim në konkluzionin që krijuesi është një, dhe e dyta është më i mençur. Ha, është i mençur. Do të thotë çfarë? Përderisa Nisa kputucë ka një krijues dhe një prodhues, po njeriu vetë patjetër që e ka një krijues. Atëherë në momentin që i futëm argumentimin këtë lloj forme, da konkluzionin që çfarë? Duke medituar tek vetja ime, kam një Zot i cili është çfarë? I dijshëm, sepse pa dije nuk krijohet gjë. I mençur, sepse pa mençuri nuk krijohet gjë. Pra i dijshëm, okay, pa dhe i mençur, pse? Se po të shikojmë çdo gjë unë e kam në vendin e dur, çdo organ në vendin e dur, syt në vendin e dur, vesh në vendin e dur, gjymtyrët në vendin e dur, zemra në vendin e dur. Po të shikojmë zemra është çfarë? Është e mbrojtur me një kafaz, kockash, brenjësh. Çfarë mbrojnë ata? Mbrojnë organet më delikate me që ka truri. Të brendshme, zemra dhe mushkërit. Shikoni ku është fut truri. Është fut në këtë, si më thanë, masë kockore, ka është fuqishme, sa që është njëne me mbrojt truri nga shumë goditje. Imagjino si kur trurit ishte mbarë, subhanallah. Shumë rrezikshme do të kishte qenë. Po truri është këtu dhe Allah më dushëm e ka rrethu. Nëpërmjet këtij meditimi thjesht, dalim konkluzion që çfarë? Kemi një Zot dhe ky Zot i posedon atributet përsosura. Se përndryshe ne nuk do të kishim marrë. Përndryshe ne nuk do të kishim marrë. Nëpërmjet kësaj metodologjie ne përfitojmë, si më thanë, edhe në jetën tonë të përditshme në lidhje me veprat e ndryshme që bën Zoti për ditë, sepse Allah më thotë në Kur'an, kulle yawmin huwa fi sha'n. Çdo ditë Allah më thotë është në krijim, pra krijon non stop. Non stop Allah më thotë krijon. Mirë, po ti në disa fenomene, për disa fenomene ti ke mundësi me meditu. Për shembull tek vetja jote, vetëm ta tek për ditë, ti dhe ke mundësi me meditu gjatë her pas here. Ka disa fenomene të cilat ndodhin befas dhe nuk ke shumë kohë me meditu. Mirë, por nëpërmjet kësaj metodologjie, e cila konsiston në faktin se Allahu Madhëshëm çdo gjë e ka krijuar me urtësi dhe çdo fenomen, çdo ngjarje ka një urtësi, ti qetësohesh. Çdo gjë që ndodh, patjetër Zoti e ka pas një urtësi këtu. Patjetër që e ka unë për momentin base, nuk e konstatoj, por po të meditoj do ta gjej. Dhe si thot një nga dietarët musliman, ai i cili ka shqetësim, ka si shqetësim, njohjen e urtësisë së Zotit. Tek kaderi i Zotit, Allahu Madhëshëm ja hap dyert e urtësisë së tij pafund, subhanallahu. Edhe kjo është e provuar edhe vërtetuar. Në momentin që njeriu fillon të meditojë, për të njohur, pra e ka shqetësim njohjen e urtësive të kaderit të Zotit, Allahu Madhëshëm i hap dyert e urtësisë së tij të pafundme. Dhe kjo do të thotë të qetësohesh me çfarë? Me kaderin dhe urtësinë e Zotit, me kaderin e caktuar e Zotit. Njëkohësisht, kjo të jep forcë, vullnet dhe energji dhe mundësi çfarë? Të shfrytëzosh kaderin e Zotit për kaderin e Zotit. Kaderin e Zotit për kaderin e Zotit. Dhe të luftosh kaderin e Zotit me kaderin e Zotit. Mos i nështrohesh kaderin, pra kjo nuk çon në nështrimin total, absolut kaderin. Por të luftosh kaderin e Zotit me kaderin e Zotit. Siç thotë pejgamberi alayhis salam, kaderi nuk e kthen gjë tjetër përveç duas, lutja e kthen. Lutja e kthen kaderin. Dhe thotë pejgamberi alayhis salam, kaderi me duaja me kaderin ka 3 raporte. Raporti i parë është duke zbrit kaderi i Zotit, nëse ti bën dua dhe përplaset duaja me kaderin e Zotit, nëse duaja është e fortë, me përgjërim dhe Allahut Madhëshëm, duaja e kthen të kaderin. Rasti i dytë, ti bën dua, nëse kjo dua me koincidon me kaderin e Zotit, edhe nëse duaja është më e dobët se sa kaderi bie, po bie i butë. Jo shumë, bie i butë. Dhe rasti i tretë, nëse forca e duas është e barabartë me forcën e kaderit,
Thot pejgamberi alayhis salam, kacafyten ashtu, mes qiellit dhe tokës deri në ditën e Kiametit. Subhanallah. Kaderi i Zotit për të rënë tokë kader, po edhe duaja me fjalë kader, edhe duaja kader, smundja kader, ilaçi kader, dobësia kader, forca, që të ka dhënë Allahu më shumë kader. Fukarallëku kader, po edhe pasuria dhe puna është kader. Allahu më ka dhënë mundësi të tash kaderin me kader. Nëse ne bëjmë një hyrje të shkurtër si më tani lidhur me këtë çështje, por Allahu më keni parasysh Kur'ani është metodologji kuranore, që sa herë që Allahu manushëm përmend argumentat natyrore në Kur'an, dije se çdo argument ka të lidhje me një nga cilësitë me fjalë atributet e Allahut manushëm. Sepse në çdo krijesë Allahu manushëm reflekton emrat dhe cilësitë e tij. Do të thotë, kur ndodh diçka, edhe tek fenomenet negative ose ngjarjet që ne na duken negative, edhe aty është me khajri i Zotit, urtësia e tij, mençuria e tij etj etj më radhë. Sepse po nuk qes smundja, nuk i dihet vlera shëndetit, po nuk qef fukarallëku, nuk i dihet vlera pasurisë, po nuk qef e dobësia, nuk i dihet vlera forcës, po nuk qef ignoranca, nuk i dihet vlera dijes, etj më radhë. Po nuk qef ftohti, nuk i dihet vlera të nxehtit, po nuk qef etja, nuk i dihet vlera ujit, po nuk qef uria, nuk i dihet vlera ushqimit, etj më radhë. Dhe kështu me i fjalë ne dim se si ta shijojmë dhe mësojmë me shiju kaderin e Zotit, kur na bie po njëkohësisht dim, dhe mësojmë se si me e luftu kaderin e Zotit pasi na bie. Dhe kjo është marrëdhënia më e drejtë si thon dietarët e për tyne Abdul Qadir el-Jilani, kjo është marrëdhënia më e saktë me fjalën e muslimanit me kaderin e Zotit. Sepse ka pas për atyre që e kanë mohu kaderin e Zotit fare, kanë mohu krejt. Ka pas për atyre që kanë thënë çfarë? Që njeriu me fjalë, është lindin sher, ashtu do të përfundojë. Pra kaderi është i pandryshueshëm. Dhe ka për atyre dhe një për këtyre Abdul Qadir el-Jilani dhe shumica e dietarëve të ummetit musliman, që marrëdhënia e kaderit e muslimanit me kaderin e Zotit çfarë? Marrëdhënia e luftimit kaderit me kader. Luftimit kaderit me kaderin e Zotit. Omer në Khatabi kapi një hajdut, e gjykoi dhe në momentin që do zbatonte dispozitën penale apo ndëshkimin penal, i tha Omer, apo më dëshkon ndërkohë që unë kam vjedhur me kaderin e Zotit? Po tha, edhe unë po të ndëshkoj me kaderin e Zotit. Edhe unë po të ndëshkoj me kaderin e Zotit. Omer radiallahu ta'ala për ta përmbyll, me një nga ekspeditat e tij shkon në Sham, në Siri, dhe mori vesh që në një nga qytetet me i fjalë të Shamit, aty ku do futej Omer në Khatabi, pra po shkon nga Medina për në Sham, i thanë që ka ra kolera. Mlodhi shokët e tij, sahabët e tij për muhaxhirinëve dhe ansar, për Mekave dhe Medinasve, dhe i pyeti, u mori mendim. Dikush i tha, o Omer, apo hikëm për kaderin e Zotit, po hikëm për kaderin e Zotit. Tha më shumë keq që ma thu ty, që je ti me i fjalë që po ma thu. Po tha, ikin nga kaderi i Zotit për tek kaderi i Zotit. Ikin nga kaderi i Zotit për tek kaderi i Zotit. Ta nëse ti je me i tuh dele, dhe je në mes e një lugine, njëra anë e luginës është jeshil, ka barë, dhe ana tjetër e luginës me fjalë shtatësirë. Nëse një tuf, një pjesë e tufës do shkon të kullos, do marrë krahun e jeshilit, gjelbrimit, shkon të kullosi atij, dhe ana tjetër, krahu tjetër, apo pjesa tjetër e tufës do shkojë tek pjesa tjetër, e thatë. A ka dalë ndonjëherë prej këtyre për kaderit të Zotit? Jo, të dyja kanë shkuar me kaderin e Zotit. Dhe unë tha po ikin nga kaderi i Zotit për tek kaderi i Zotit. Kthehemi tek tema jonë. Allahu manushëm tek sura se tek sura Al-Imran i mshon fort me fjalë argumentave të madhështisë Zotit. Argumenta natyrore me të cilave ne mund ta njohim Allahun e manushëm. Dhe her pas here nëse ne duam ta njohim mrekullinë e Zotit, madhështinë e tij, forcën e tij, cilësitë dhe atributet e tij, të reflektuara në natyrë, këtë e keni me fjalë gjeni të shpalosur tek sura An-Naam. Gjeni të shpalosur tek sura An-Naam. Thot Allahu manushëm, inna Allaha faliqul habbi wan nawa. Allahu manushëm është ai i cili e çan, shikon sa bukur shprehet Allahu faliq. E çan me fjalë farë edhe bërthamën, faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya min al-mayyit, nxjerr të gjallin nga i vdekuri, wa mukhrijul mayyit min al-hayy, dhe nxjerr të vdekurin nga i gjalli. Dhalikumullah fa anna tufakun. Dhe ky është Allahu manushëm. Atëherë pse po shpifni? Pse po e mohoni të vërtetën?
Pra këtu realisht kemi një shprehje kuranore të fuqishme. Allahu Madhnushëm e çan kjo farën edhe bërthamën, pa farën e drithave, edhe bërthamën e frutave, është Allahu Madhnushëm ai i cili e çan. Pastaj thot Allahu Madhnushëm: Yukhrijul hayya min al-mayyit, të gjallën e nxjerr nga i vdekur. Mund të rri fara e pjeshkës, bërthama e pjeshkës, apo e kundës, apo e mollës, me vite, e vdekur. Dhe ti kur mundohesh ta fuzish në gojë, edhe mund ta kafshosh me fjalë, të duket diçka e thatë fare. Mi pa aty Allahu Madhnushëm e vendos jetën për vite me radhë. Subhanallah. Sa hidhet në tokë, Allahu Madhnushëm i jep jetë. Pra edhe jetës Allahu Madhnushëm i ka dhënë shkaqe, kuptohet, ha? I ka dhënë shkaqe. Imagjinoje bërthama, me atë, si më thënë, mbulesën e fortë. Të duket me fjalë, as i gjë. Godet me të murit, aty ka jetë. Aty me fjalë Allahu Madhnushëm ka jetë. Pra ne thot Allahu yukhrijul hayya min al-mayyit, të vdekur e nxjerr nga i gjalli. Wa mukhrijul mayyit min al-hayy, dhe nxjerr me fjalë, e nxjerr tek e para thotë nxjerr të gjallin nga i vdekur, dhe tek e dyta e nxjerr të vdekurin nga i gjalli. Si e nxjerr të vdekurin nga i gjalli? Ne jemi gjallë. A jemi të gjallëvdesim. Është argument i thjeshtë. Po njëkohësisht me fjalë, pema, pranvera, vera, deri në vjesht, gjelbrim. Ato një frutash. Vjet dimri, vdes. Pra nuk jep më fruta. Nuk jep më fruta. Dhalikumullah, ky është Allahu Madhnushëm. Pra shikoni se si e prezanton veten Allahu Madhnushëm. Ky është Allahu Madhnushëm. Pra si më thon, argumentat në Islam nuk janë argumenta si më thon të verbër, aty do t'i besosh, a nuk e mbyll syt, se përndryshe nuk janë argumenta. Por Allahu Madhnushëm për të thënë se ky është Allahu Madhnushëm, nuk jep urdhër, ky jam unë dhe beso. Allahu Madhnushëm ta vërteton se pse duhet besu. Pse? Sepse është ai i cili ka krijuar farën dhe bërthamën, është ai i cili e nxjerr me fjalë të gjallë nga i vdekur dhe i vdekur nga i gjallë. Këto janë argumenta njëkohësisht edhe për çfarë? Argumenta për ekzistencën dhe mundësinë e ekzistencës së ditës së Kiametit. Ditës së Kiametit. Njeriu i vdekur, si ka mundësi? Shkoi dikush te pejgamberi alayhis salam dhe i thon Muhammed, ti pretendon se Allahu Madhnushëm do të na ringjall ditën e Kiametit, pasi jemi bërë shkruan behi, mori një kock, e bori hi dhe ja hodhi fytyrën pejgamberit alayhis salam. I tha pejgamberit, po, ka për të na ringjallë dhe ty ka me të futur në zjarrin e xhenemit. Ka me ringjallë në gjithë dhe ty ka me të futur në zjarrin e xhenemit. Argumenti i cili është, domethënë, këto që thotë Allahu falë kul habibun newa. Allahu Madhnushëm ashtu siç e nxjerr të gjallën nga i vdekur në dynjë, ashtu edhe në ahiret, si domethënë Allahu Madhnushëm ka për të nxjerrë të gjallën nga i vdekur. Dhe ashtu siç bima nga një farë e vogël, ashtu ka për dalë edhe njeriu ditën e Kiametit. Nga një kërsh me një kockë e vogël, me një kockë e vogël. Falakul isbahi, pas e vazhdon Allahu Madhnushëm. Falakul isbah është Allahu Madhnushëm ai i cili e çel lagimin. E sjell lagimin përsëri me fjalën, e sjell diellin, e sjell me fjalë dritën. Wa ja'al al-layla sakanan, natën e ka bërë rahati. Wa ash-shamsa wal-qamara husbana, diellin dhe hanën i ka vendosur me një nga funksionet që i ka dhënë diellit dhe hanës, kush është? Veç dritës, veç ngrohjes, veç orientimit e tjetër, por është edhe llogaritja. Ne nëpërmjet diellit dhe hanës llogarisim kohën tonë, subhanallahu. Imagjino mos ishte me fjalë dielli dhe hëna, sa siklet madh kishim qenë. Apo mos ishin mjete të ndryshme për të marrë kohën. Nuk e di se kur je, çysh je, si je. Si do ta kishin organizuar jetën njerëzit me njëri tjetrin. Si do të kishin lënë takimet e tyre, si do të kishin la borxhet e tyre. Si do të kishin kryer si më thënë, do të kishin përcaktuar kohët e marrëveshjeve të tyre dhe kontratave të tyre. Ne që nga mëngjesi deri në darkë merrem me këtë problemi, përcaktojmë kohët tonë. Kohët tonë. Pra është mirësi shumë e madhe për Allahun të Madhnushëm. Dhalika taqdir al-aziz al-alim. Ky është përcaktimi i Allahut të Madhnushëm. Ky është fuqia e Allahut të Madhnushëm, i cili është aziz i fortë edhe alim. Është krenar, është edhe i dishëm. Ajo që tham pak më sipër, Allahu Madhnushëm i mbyll këto ajete kuranore me emrat dhe cilësitë e tij. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahr. Është Allahu Madhnushëm ai i cili ka krijuar për ju yjet që me to të orientoheni ku? Në errësirat e tokës edhe të detit. Në errësirat e tokës edhe të detit. Janë me qindra mira njerëz që janë në shkretëtir orientohen nëpërmjet kujt? Nëpërmjet pyjeve. Që janë në det, prapë nëpërmjet pyjeve. Pavarësisht se kanë dalë të mjetet moderne tash, si ka pas janë orientues me marinarët në det. Nëpërmjet pyjeve, veriu, jugu, lindja, perëndimi, nëpërmjet kujt? Nëpërmjet pyjeve, nëpërmjet pyjeve.
Qad fassalna al-ayati liqawmin ya'lamun, ne të Allahu manushëm i kemi sqaruar dhe i kemi detajzuar argumentet për njerëzit që dinë a me kusht. Ata që janë gjendje me përfitu për këtyre argumentave, kush janë? Janë ata njerëz që shprehin dhe kanë gatishmëri me ditë. Kanë gatishmëri me ditë. Por ndryshe thot Allahu manushëm, shembulli atyre të cilëve u është dhënë Teurati, është si shembulli i atij gomarit të ngarkuar me libra esfara. Si do të thotë libra të mëdhenj. Imagjinoni ka një gomar të ngarkuar me libra Adigja, merr vesh se çka ka mishmin. Ja. Kështu ndodh me ka Zot na ruaj me shumë njerëz. Imagjinoni Kur'ani s'ka lanë shtëpi pa u fut. Nëse s'ka hyrë me mushaf, me letër, ka hyrë me televizore, me internete, me iPhone, me gjëra të tjera. Me telefona të thjeshta, tash funksionon interneti me telefona të thjeshta. Megjithatë, është mrekullia Allahu manushëm top. Libri më i përsosur, argumentat më të përsosur dhe më të konsoliduar. Megjithatë çfarë? Kush përfiton? Vetëm ata që duan me di. Prandaj vëllezër të dashur me fjalë, dhe motra nderuara, sfida jonë me veten tonë është kush? Me janë gjallë dëshirën vetes me ditë. Me janë gjallë dëshirën vetes me ditë. Se përndryshe në momentin që e shuhet njeriu dëshira për ditë, me pas 50 kopje Kur'ani në shtëpi nuk i bën dobi. Dhe sfida jonë me të tjerët, duke filluar çike fëmijët tanë, është për të angjallë këtë dëshira për të ditë, për të njohur librin e Zotit, fjalën e Allahut manushëm, çfarë thotë, çfarë synon, çfarë argumentesh kanë zbrit, pse ka zbritur Kur'an, çfarë përmban me kjo. A me i lidh njerëz me librin e Allahut të manushëm. Jo më kot Allahu manushëm ka vendosur për leximin, vetëm për leximin e Kur'anit, madje edhe për prekjen e Kur'anit. Për leximin e Kur'anit ato se vape të pafundme. Çfarë thot pejgamberi alayhis salam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ai i cili lexon Kur'anin rrjedhshëm është në gradën e melajkëve kiramen katibin. Kurse ata të cilët lexojnë me vështirësi kanë dy sevape. Sevapin e leximit dhe sevapin e vështirësisë. Madje pejgamberi alayhis salam e përshkruan si thon: "Walladhi yaqra'u al-Qur'ana aw yatlu al-Qur'ana wa huwa yuta'tiu fihi", yuta'tiu do të thotë me fjalë bën mag. Dhe thot pejgamberi alayhis salam i thot atij që bën mag në leximin e Kuranit, ti jo vetëm që s'duhet të të vihet turp, po ti duhet të kënaqesh me fjalë se po merr me fjalë se vap me Allahut manushëm. Normalisht ai që lexon rrjedhshëm është në grad akoma dhe më të lartë. Pra pejgamberi alayhis salam na thot se Allahu manushëm na përgëzon me sevap, do të thonë kjo për çfarë? Si nxitje për ta kapur librin e Zotit në dorë dhe për ta lexuar. Dhe për ta lexuar. Dhe kjo pastaj është rrugë për ta marrë vesh çfarë thotë Allahu manushëm. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda'. Është Allahu manushëm i cili ju ka krijuar juve për një nefsi të vetëm. Dhe ka për atyre me një fjalë që jetojnë gjatë në tonë, dhe ka për atyre me një fjalë që vdesin shpejt. Qad fassalna al-ayati liqawmin yafqahun. Ne i kemi sqaruar argumentat për njerëzit që çfarë? Që kuptojnë. Tek ajeti më sipër për njerëzit që dinë. Tek ky ajet për njerëzit që kuptojnë. Domethënë çfarë? Të ditmit duhet shoqërohet me të kuptuar. Të ditmit duhet shoqërohet me të kuptuar. Dhe po të shikojmë. Argumenti i parë pak më sipër ka përmendur si më dhan, cilësinë çfarë për ata që dinë, për mbajtje e argumenteve, ose argumentet që ja përmendet ai kuranor janë më të thjeshta. Tek ajeti i dytë, ai i cili u ka krijuar juve për një nefsi të vetëm, Ku futemi këtu në shkencën e gjenetikës? Mjekët janë ata cilët vërtetojnë që njeriu është një racë vetëm deri në kohën e Ademit alayhis salam dhe nuk ka ardhur nga majmuni, sepse u përpoqën e tjera të mëra, kur erdhën ke kodi gjenetik aty e kuptuan se njeriu s'kishte të bëjë lidhje fare me majmunin. Se ka disa ndryshime rrënjësore në gen, të cilat me fjalë ndajnë tërësisht me fjalë njeriu nga majmuni. Prandaj thotë Allahu më shumë këtu, qad fassalna al-ayati liqawmin yafqahun. I kemi sqaruar argumentet për kjo, për ata me fjalë që kuptojnë, që do pak më thellë. Pra Allahu më ndushim jep argumenta për muslimanët sipas nivelit shkencor apo dijes që kanë. Dhe ka dishmërisë për të kuptuar gjërat. Për mua e për ti, e jep argumenta thjesht, dielli, hëna, nata, dita, planete, fenomenet natyrore etj. Kurse për të specializuarit në shkenca, ç'a jep? Jep argumenta akoma dhe më sofistikuar. Akoma dhe më të mëdhenj, sa ata me fjalë kanë mjetet dhe mënyra shkencore për të futur në ta me fjalë dhe për ta gjetur me ta madhështinë e Allahut. Pastaj thotë Allahu më shumë,
Wa huwa alladhi anzala min as-sama'i ma'an. Është Allahu mëndshëm i cili ka zbritur me qiellin ujë. Fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in, fa akhrajna minhu khadran. Dhe me këtë ujë kemi nxjerr çdo bim faqet dheu. Dhe prej këtij uji, si më thënë, kemi nxjerr bimët e gjelbërta, pra gjelbrim, jeshil. Nukhriju minhu habban mutarakiban wa min an-nakhli min talha kanwan daniya. Nëpërmjet këtyre bimëve nxjerrin çfarë? Fruta të akumuluara njëra mbi tjetrën. Keni parasysh palmat, apo shikoni mollat, le themi, apo dardat, apo kumbat. Frutat pal njëri mbi tjetrin. Pal me fjalë njëri mbi tjetrin. Daniyatun, dhe të afërta, të mundshme me i kap, se imagjino ta kesh frytin, pemët të mbushura, mos kesh mundësi me i fjalë me i marrë dhe me i shiu, do të ishte sprov në vetë. Wa jannatin min anab, edhe xhennete, kopshte me i fjalë ferma prej rushit. Wa zaytun, edhe prej ullirit. Wa rumane, edhe sheg. Mushtabihan wa ghayra mutashabih, janë të ngjashme dhe të ndryshme. Si të ngjashme dhe të ndryshme? Pra të ngjashme në pamje, po në shije janë të ndryshme. Ke fruta që janë të ngjashme njëra tjetrën, po janë të dy kumllat. Pra është e njëjta sipërfaqe toke, dalin me një fjalë kumlla, kjo ka një shije, kjo ka një shije. Dalin moll, kjo ka një shije, kjo ka një shije. Dalin darda, kjo ka një shije, kjo ka një shije. Subhanallahu. Mrekullia Allahut të mëndshëm. Undhuru ila thamarihi idha athmara wa yan'i. Shikoni me fjalën e Allahut mëndshëm. Dhe këtu nxit për çfarë? Për meditim në fenomenet natyrore, në krijesën e Allahut mëndshëm. Shikoni të undhuru, meditoni, vështroni te këto bim, kur nxjerrin fruta dhe kur piqen. Është me të vërtetë e habitshme. Del me fjalë lule. Del lule. Aty bëhet me pjalmin, theku me pistilin, brenda një lule, apo në lule të ndryshme. Në lule të ndryshme. Dhe formohet si më thënë kokër. Kur e shikon kokër, asnjëherë s'ta merr mendja, po sa ka filluar. Që do bëhet ajo mod që ne do ta ulim tavolinë, do ta vendosim tavolinë dhe do ta ndalim të shijojmë. Pra ne thotë Allahu mëndshëm, shikoni kur e nxjerr frutin, edhe kur piqet. Pse? Se te aty kupton ndryshimin. Se kur e nxjerr frutin, formon frutin. I ka ra petalet, ka hik. Dhe ti e shikon. Një kokë jeshile e vogël që s'thyn punë, dhe se do ta marrë, do ta kafshosh me shumë idhët. Ama me fjalë kur e lën tavolinë pasi është pjekë, është mrekulli, është shije me. Është mrekullia Allahu mëndshëm. Pra pse i sjell të detaje? Për çfarë si i sjell të detaje Allahu mëndshëm? Sepse janë gjëra shumë të bukura, shumë të hijshme, aty e vërteton, si më thënë, madhështinë e Zotit, sa i madh është Zoti, sa i mirë është Zoti, sa i hijshëm është Zoti, sa i bukur dhe sa bujar është Zoti. Mirë po të meditosh, ke kaq mundësi me e konstatu, sa që nuk e gjen ti tërkund. Me për krau tjetër, po mos ish i gatshëm me meditu, shumë gjëra. Edhe me të vërtetë ndodh shpesh me ne. Shkojmë darkë shtëpia, ham bukat e mbrap, vjen si më thënë, tasi apo kanistra me fruta. E shijojmë me portokalli, molla, darda, banane, vetë si çfarë. Megjithatë rradhë herë ndalemi, edhe kur e qërojmë bananën, themi subhanallahu. Imagjino bananën pa lëvozhgën e saj. Lëvozhgën e hedhim, ama harojmë se kjo lëvozhga e ka mbrojtur si më thënë ai ka si drejtu. Mollën si më thënë. E ham, edhe e qërojmë. Ato fare që ka brenda i hedhim, ama harojmë që tek ajo fare, nga ajo fare ka dalë molla. Ai bishti e kfusit dhe ne e hedhim. Ama harojmë se ai bishti nëpërmjet atij bishtit molla, kokra e mollës e ka marrë ushqimin. E tjera mëra. Ne Allahu më thënë, sjell këto argumenta për të thënë, shikoni sa i madh është Zoti. Edhe Zoti mund ta gjeni me mrekullinë e tij, me pushtetin e tij, me forcën e tij, me dijen e tij, me urtësinë e tij, edhe tek këto fruta. Rush, banane, molla, dara, portokalla, mandarina. E futur pastaj me shumë fruta të tjerë. Edhe me të vërtetë aty me gjën se sa i mençur është Zoti, sa i hijshëm dhe sa krijuesi dhe sa bujar. Wa ja'alu lillahi shuraka al-jinna wa khalaqahum. Pastaj thot Allahu mëndshëm, dhe këta njerëz të cilëve unë ju kam dhënë kaq mrekullira, ata i kanë bërë shok Allahu mëndshëm xhinnat. Xhinnu ka bërë shok. Dhe ka për njerëzën me fjalë që i bëjnë shok Allahu mëndshëm, i adhurojnë xhinnet. Ndërkohë që Allahu mëndshëm është ai i cili ka krijuar njerëzit, edhe xhinnet bën. Pse Allahu mëndshëm e sjell këtë kuranor me një herë pas tyre argumenteve natyrore që pam. Për çfarë? Për thamë i fjalë se ju njerëz që i bëni shok Allahut mëndshëm, kaq të rësuar me keni dijen tuaj, të pamit tuaj dhe zemrën tuaj, saqë dhe argumenta që ju i prekni ditë për ditë nuk e bëjnë fare. Apo për të thënë prapë me fjalë që kaq i madh është Allahu mëndshëm dhe kaq krijues, saqë nuk meriton me fjalë, si më thënë, po i bëni padrejtësi të madhe Zotit të gjithësisë. Ky Zoti i cili ka krijuar gjithçka, ju i bëni shok me fjalë xhindët,
ndërkohë që është vetë Allahu mëndueshëm ai i cili i ka kriju. Wa khalaqu lahu banina wa banat bighayri ilm. Dhe këtu Allahu mëndueshëm, si më ka sjellë një term shumë specifik që i përshtatet me fjalën se përmbajt. Wa khalaqu do të thotë ka shpif, ka trillu. Lahu banina wa banat, djemë dhe vajza bighayri ilm, pa dije. Pa dije, dhe thonë mi çfarë, që Allahu mëndueshëm ka me lajket. Për me lajket ka edhe djemë, edhe vajza. Dhe kjo ishte me të vërtet trillim i thatë edhe i qarë, pasi lloj mbështetje dhe pasi lloj argumenti. Pra ne thotë Allahu mëndueshëm kharaqu, ka shpif, kanë trillu pasi lloj argumenti. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. I lartë madhruar është Allahu mëndueshëm. Edhe pa tmeta dhe është lartë me i fjalë në përshkrimeve që ata i bëjnë. Pastaj thotë Allahu mëndueshëm bedi'us samawati wal ard. Dhe ky është argument që Allahu mëndueshëm nuk mund të ketë shok. Nuk mund të ketë fëmijë. Pse? Sepse Allahu mëndueshëm është çfarë? Krijuesi i qiejve dhe i tokës. Mirë, për këtu është përmend atributi çfarë? Bedia. Bedia do thotë krijues që krijon pa model të mëparshëm. Krijon pa model të mëparshëm. Bedia është emri i cili Allahu mëndueshëm që tregon që Allahu mëndueshëm ka kriju pa model të mëparshëm. Dhe sa herë kur vije puna te krijimi i qiejve dhe i tokës, shpesh përmendet kjo cilësi. Bedia, krijuesi i qiejve dhe i tokës. Enna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba. E si mund të ketë djalë apo fëmijë, ndërkohë që nuk ka pas bashkëshortë. Po shikojmë pak. Ky argumenti këtu na duket argument si më thënë shumë i thjeshtë. I po pse e ka sjellë Allahu mëndueshëm? Për arsye se ata të cilët i bën shok Allahu mëndueshëm, apo i bën fëmijë Allahu mëndueshëm, do thotë që Allahu mëndueshëm ka fëmijë. Si më thënë, përdorën standarde të dyfishta. Pra nuk përdorën atë argument që ne përdorim ditë për ditë të thonë. Okej, fëmia e filanit. Pse? Është i martuar, ka bashkëshortë dhe rinë të fëmijë. Bukur. Kur shkojmë tek Allahu mëndueshëm, ta që i kanë bërë fëmijë Allahu, më kanë thënë që Allahu mëndueshëm është, si më thënë, filani është fëmia e Zotit. Po mirë, si e bëri Allahu mëndueshëm këtë fëmijë? Ditë për ditë. Atëherë si bie që ti ta kesh trillu, sepse Allahu mëndueshëm siç thotë këtu çfarë? Enna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba. Si mund të ketë fëmijë ndërkohë që nuk ka bashkëshortë? Atëherë përdesa kjo nuk funksionon tek Zoti, i bie që krijesave të tij mos më thon fëmijë. Se fëmia tek ju, sipas standardeve tuaja apo ligjeve jetësore humane, lind në përballë kujt? Bashkimit të një burri dhe një gruaje. Kjo nuk funksionon tek Zoti, atëherë si mund të ketë Zoti fëmijë? Atëherë si bie që ti çfarë? Trillim edhe shpifje prej jush. Wa khalaqa kulla shay'in, ndërkohë që Allahu mëndueshëm gjithçka e ka krijuar, gjithçka që ekziston. Veç Zotit me fjalë krijesa Allahu të mëndueshëm, wa huwa bi kulli shay'in alim, dhe Allahu mëndueshëm është i dijshëm për gjithçka. Edhe me këtë Allahu mëndueshëm ka vulosmi, këtë pjesë kuranore. Allahu mëndueshëm është i dijshëm për gjithçka. Do të thonë, të gjitha fenomenet natyrore, gjithçka që ekziston me fjalë, në faqe dhe njerëz, gjindë, melekë, që janë qiell dhe në tokë, bimësia, kafshët, gjithçka që ekziston janë me fjalë dije me Zotin, nuk lëvizin pa të, nuk krijohen pa të. Edhe të gjitha përmbajtjet e tyre me fjalë janë, si më thënë, pasojë kujt? E dijes së Zotit. Janë pasojë e dijes së Allahut të mëndueshëm, dhe kjo natyrisht i dhuron një qetësi me fjalë shumë të madh çdo besimtari. Kur besimtari mediton se gjithçka që ndodh ka ardhur me dijen e Zotit, gjithçka që rrethon ka ardhur me dijen e Zotit, dhe nuk ka ardhur kot, nuk ka ardhur si pasojë anarkisë. Realisht me fjalë kjo të dhuron një qetësi jashtëzakonisht të madhe. I lutem Allahu mëndueshëm që ta ketë pranuar si më thanë edhe një herë ta fillim tonë, të mësimin tonë, dhe të na e peshojë, si më bëjë të rëndë, të peshojë në punët tona të mira, që ditën e Kiametit. I lutem Allahu mëndueshëm fund të mësimit që të na ndrisë zemrat tona, dhe mendjet tona, dhe jetën tonë në dritën e Kuranit. Realisht një fjalë thashë edhe në kalumen, po të mos kishte qenë ky Kurani, do kishte qenë të humbur. Por e lutem Zotin që ne ta mësojmë ashtu siç duhet. Po atë mësojmë edhe fëmijëve tonë, edhe njerëzve të rreth, t'u tregojmë se sa të nevojshëm e kemi këtë dritë hyjnore. Zoti na shpëton të mira. Lidhje me madhrimin e Kuranit, transmetohet se një nga tabinët pa një ditë një fletë Kuranit të hedhur për tokë, në pa të hedhur për tokë, dhe ishte e ndotur. Normalisht u ndjej shumë keq, me fjalë shumë keq. E mori këtë fletë Kuranit, e pastroi, e parfumosi dhe e vendosi në një vend të lartë. Vendosi në një vend të lartë që mos përdoset më. I doli në ëndër, ju shfaqën, ju sodin në ëndër dhe i thanë që ashtu si ti e ngrite këtë fletë Kurani dhe e madhrove me një fjalë, e madhrove,
të fletë Kur'anin, me fjalën e Zotit, ashtu Allahu mëndueshëm ta ka lartësuar gradën tënde me fjalë tek vetja e tij, të afro tek vetja e tij. Allahu mëndueshëm thotë, dhe ai i cili madhron shenjat e Zotit, le ta dinë se kjo është treguesi i devotshmërisë së zemrës. Zoti na bëfë madhruesve të këtij Kur'ani. Zoti na shpërblet. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.